Shqipëria është në një regjim i cili përdor të gjitha mjetet për të cënuar lirinë e qytetarëve, një pjesë e cilës e rëndësishme është vota e lirë e tyre, për të cënuar jetën e tyre, për të bërë presion mbi ta me të gjitha mënyrat, edhe me bukën e gojës, edhe me punën, padyshim, me çdo mjet për të devijuar vullnetin e qytetarëve dhe për t'i kthyer qytetarët në robër të bindur të regjimit. Dhe ky është një fenomen që ndihet kudo. Nga ana tjetër, ndeshur me një fenomen tjetër, me braktisjen e qarkut të Gjirokastrës. Me largimin e qarkut të Gjirokastrës, e qytetarëve të Gjirokastrës si pasojë e një situatë të vështirë ekonomike, sociale, e cila është këtu në Gjirokastër. Pra, kjo largimi i qytetarëve masivisht në këtë periudhë, apo mirë përzënia nga ky regjim i qytetarëve të nderuar të qarkut të Gjirokastrës masivisht në këtë periudhë, padyshim nuk mund të mos sjellë edhe uljen e numrit të votuesve. Gjë që ndihet në qarkun e Gjirokastër, fort, qartësisht, duke bërë që numri i votuesve në qarkun e Gjirokastrës, në krahasim me 2021-shin, të ulet mbi rezident klas, apo të ardhur që votojnë këtu, të ulet mbi 6.000 persona. Mbi 6.000 persona që nuk janë më në pot në ndesh. Nuk janë më votues, thoni ju aty prezent. Numri votuesve në vitin 2021 kanë votuar në Gjirokastër mbi 46.000 persona. Sot në Gjirokastër këtu kanë votuar rreth 40.000 persona. Dhe kjo lidhet me shpopullimin e qarkut të Gjirokastrës, me largimin e banorëve të Gjirokastrës, për shkak të sundimit të një regjimi autokratik, antihuman, antinjerëzor dhe antidemokratik, që është dhe në Gjirokastër, po që është në gjithë Shqipërinë. Pra, përveç pasaj elementet të tjerë që lidhen me shkeljen e lirive të qytetarit, me keqpërdorimin e administratës, keqpërdorimin... Sa raste keni evidentuar ju vetë, që do ta denonconi? Dhe a do ta ndiqni këtë gjë? Flas institucionalisht? Ne kemi evidentuar disa nga këto, një pjesë i kemi denoncuar, një pjesë jemi në rrugën, në kohën e përgatitjes së dosjeve për t'i denoncuar në një moment që t'jemi dhe që t'i kemi gati materialet fiktive. Ku kryesisht flas? Kjo është një fenomen që nuk mund ta muaj kërkush tashmë. Po të shikoje mitingun e Ramës këtu, në qeshin Çerçizës, ishe i mbushur me nxënës. Ishe i mbushur me punonësit e shëndetësisë që në shtunën ato orë duhet ishin në qendra shëndetësore apo në spital. Se shtunën punojnë sistemi shëndetësor. Dhe ishin sjellë këtu. Ishe me arsimtar të sjellur me detyrim. Ishe me një administratë të sjellur me detyrim. Pra, kemi një keqpërdorim të administratës e të njerëzve në këtë fushat elektorale. Kemi një fushat elektorale në të mënyrë të deformuar, e cila nuk mund mos japi tjetër, vetëm një rezultat të deformuar. Sepse, unë them prapë, në një regjim nuk mund të ketë votat të lira të qytetarëve. Votat e lira janë vetëm në një ambient demokratik, i cili nuk ka të bëjë asgjë me regjimin.